Motori u ndërpreu ëndrat në mes. Këta janë 2 të rinj që humbën jetën ditën e djeshme në Vlorë. Një aksident tragjik u mori jetën një ditë më parë 2 të rinjve nga Vlora. Luan Llanaj, 19 vjeç, dhe shoku i tij 16 vjeçar, Tomor Mbrati, humbën jetën pasi u aksidentuan me motor me të cilin ishin duke udhëtuar. 2 djemve, të cilët ishin shok nga lagja, shkolla dhe puna dhe ndanin së bashku, çdo moment ju pren ëndrat në mes krejt papritur. Mes dhimbjes së të afërmve, lotëve të miqve dhe atyre që njohon Llanaj dhe Mbratin, 2 të rinjt do të përcillen këtë të hënë për në banesën e fundit. Kujtojmë se aksidenti tragjik ndodhi një ditë më parë në rrugën Demokracia. Motori tip Piaggio me targa AK 653, me cilin po udhëtonin 2 të rinjt, ka humbur kontrollin për shkaq që endet pa qarta dhe përfundoi jashtë rrugës. Fillimisht motomjeti u përplas me një shtyllë elektrike dhe më pas me një tjetër shtyllë druri, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Si pasojë, në vendin e ngjarjes humbën jetën 19 vjeçari Luan Llanaj, ndërkohë që adoleshenti Tomor Mbrati ndroi jetë orë më vonë në spitalin e Vlorës. Fatkeqësisht, i riu nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra, pavarësisht përpjekjeve të bluzave të bardha për ta mbajtur në jetë. Gjithashtu ka ndruar jetë gjatë transportimit për në spitalin e traumës edhe shtetësi Mitur TM, 16 vjeç, i cili udhëtonte si pasagjer. Në përfundim të veprimeve timore, materialet do t'i referohen prokurorisë. Për veprime të mëtejshme procedurale, njoftoi policia.